apo e braktis Bedri Hamza Partinë Demokratike të Kosovës. Në Mitrovic, fushata zgjedhore ka hyrë në ditët e saj vendimtare. Kandidatët për kryetar komune janë në terren, duke prezantuar programet dhe vizionin e tyre për 4 vitet e ardhshme. Në garë për këtë komunë janë Faton Peci nga Lëvizja Vetëvendosje, Arjan Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës, Gzim Plakolli nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Qazim Nimani nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Secili prej këtyre kandidatëve synon që të binë qytetarët se është zgjedhja më e mirë për të drejtuar Mitrovicën. Gara pritet të jetë e ngushtë veçanërisht mes kandidatit të PDK-s Arjan Tahirit dhe atij të VV-s Faton Pecit. Ndërkohë, edhe pse Bedri Hamza nuk është kandidat për këtë komunë, ai në të njëjtën kohë është prezent në diskutime dhe biseda të kundërkandidatëve të PDK-s. Sipas burimeve të televizionit Arbëria, në disa tubime në fshatrat e Mitrovicës, kandidati për asamblej nga lista GUZ, Nusret Qybreli, ka pretenduar se Bedri Hamza është duke dhënë ndërheqje nga PDK-ja. Në lidhje me këtë, televizioni ka kontaktuar me të dy emrat. Fillimisht, Bedri Hamza ka mohuar këto zëra, duke deklaruar se jam i fokusuar me gjithë qenien time. Ne do të dalim shumë mirë në Mitrovic dhe gjithandaj Kosovës. Gjithçka e bëj në kohën e duhur dhe mënyrën e duhur. Jam 100% i angazhuar në këtë proces zgjedhor. Unë jam shef i shtabit fushatës zgjedhore, i fokusu me thërë qenjen tame edhe na kësmet për Zotit me dalë shumë mirë Mitrovic e besoj edhe gjithani Kosovës. Gjithçka e baj në kohën e duhur dhe mënyrën e duhur. Unë jam 100% me kretë qenjen time i angazhum në proces zgjedhor. Nga ana tjetër, edhe Nusret Qybreli për televizionin ton ka deklaruar se nuk e ka dhënë një deklaratë të tillë, por sipas tij, në opinion qarkullojnë zëra se Hamza është duke larguar nga PDK-ja. Ai po shihet gradualisht ka të dole, po unë ashtu s'kom deklarue. Nëse shihet në opinion, ajo është tjetër shka. Unë kur fal deklarate s'kom dhënë për Bedrin. Absolutisht s'kom dhënë deklaratë.